Një burrë dhe një djalë i tij dyshohet se tentuan terroristin me sapat një person në Fier. Policia e shtetit ka vërtetitur se i dyshuari P.P, gjatë 3 vjeç, është shkapur dhe arrestuar, derisa djali i tij N.P, 40 vjeç, është ende në kërkim. Viktima ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve. Shtetasi P.P dhe djali i tij shtetasi N.P dyshohet se gjatë një konflikti për motive të dobta kanë goditur me mjet për sopat shtetasin L.P, 58 vjeç, i cili ndodhet në spital nën kujdes të mjekëve. Në përfundim të veprimeve procedurale, specialistët e seksionit e përjetimet e krimeve kundër personit bën arrestimin në flagrancë të shtetasit P.P 63 vjeç për vepër penale, vrasje me paramendim. E kryer në bashkëpunim me mbetur me tentativë, thuhet në njoftim.